me 2010 jam kthyer, përfundimisht. Ushqimet janë bio, janë tradicionale tonat. Mishin, qumshtin, djathin, to i marrim këtu. Ai që viziton një herë Valbonën nuk e lën kur pa ardhur 1, 2, 3 herë. Këtu kemi dalë rastësisht, kemi ardhur me gruan nga Gjermania, edhe mendojshim me bë diçka, edhe dulim për shef këtu te një kushijoni aty. Fjetëm një 3 ditë edhe lindi ideja, biles ideja gruas ishte që të bëjmë diçka këtu se koka mirë, Alpet shumë të mira edhe mendoj që të ketë shumë turistë të ardhmen. E kjo ishte ajo bash si thua zanafila e jonë që u lidhe me Valbonën, sepse unë nuk jam nga Valbona, jam nga Bujani, nga një fshat që quhet Rosuj. E po flasim për vitet 2010. Masi këtij rasti që ishim këtu, bisedova dhe u interesova se kush ka diçka me shit, edhe e blem tokën këtu, edhe ja fillum punës, ndërtimit me njerë. Edhe një vit zgjati ndërtimi, edhe për një vit po thuaj se e bëm gati restorantin. Atër hotelin e kemi bërë mas 3 vjeç kemi filluar kemi bërë një kat, atë mas një 2 vjeç tjetër kemi bërë katin tjetër, e mas një 2 vjeç tjetër kemi marrë edhe tretin. Biznes familjar, punoj unë, vëllezërit, punojmë të tanë. Fëmija natyrisht, po patjetër që edhe djali jam shërben, është çike vllajt, djali vllajt, verë, sidomos kur marrin shkollat, janë në shkollë të lartë, edhe vinë punojnë këtu sezonin. Vendi quhet Ziç, Valbonë, këtu është ndërtuar hotel Margjeka, hotel restorant, është kualitet. Restoranti është mirë, edhe domat janë shumë të mira, të pastra, nuk është se janë moderne ose ju kemi përshtat kohë si fije edhe vendit ku jetojmë. Edhe ndërtimi nga jashtë është me gur, kemi punuar me gur edhe me dron që kemi majt atë patrushë, kjo është në formë kulle, nuk është e madhe, 20 dhoma disponojmë. Natyrisht që ushqimet janë bio, është gjëra kryesore dhe janë tradicionale tonat. Këto që kemi pas gjithmonë ushqimet tona, e këto ne i gatojmë. Mishin, qumshtin, djathin, këto i marrim këtu, të tana. Biles, unë kam një mik temi që pse ka marrë këtu, është bjeshk, këtu është bjeshka e tyne, edhe ai për hir temi ka marrë delet dhe unë për hir tatina, dhe me thanë, tasaj punë tina dhe unë ja shoharin sepse marr qumshtin e frest, bëj djathin, e marr djathin e frest, e bie këtu, është shumë mirë. Valbona, me të thanë të drejten, edhe nga momenti i parë pa ja nis, unë Valbonën e kam parë në BBC, në CNN, domethënë që janë 2 stacione televizive më të mëdha turizmit botës. Edhe aty kam filluar idenë që në Valbona do të preparojnë. Dhe natyrisht nuk është Valbona 2010 më, tani janë bërë hotele, edhe hotele me 5 yje. Valbona është një pjesë shumë e mirë e Alpeve shqiptare. Dhe me thanë, emrin e ka Valbonë, vajzë, dhe me thanë drejten si vajzë është shumë e mirë. Ai që viziton një herë Valbonën nuk e lën kur pa ardhur 1, 2, 3 herë. Turista kanë nga gjithë bota. Kemi pas nga Amerika, nga Colorado, kemi pas nga Washingtoni, kemi pas nga Kalifornia, kemi pas nga Philadelphia, kemi pas Zelandë e Re, Australia, anglez, sa dush, evropianët gjithë, do të thonë, dhe po thuaj se shumicën që dominojnë gjermanët. Ne marrim hap gjithë vitin, 12 muaj, sepse unë jetoj këtu me gruan dhe me fëmijët, edhe me që jetojmë këtu nuk e mbyllim. I kemi kushtet, janë të mira, është nxehtë, është shumë mirë dhe kur bien borë këtu është jashtëzakonisht satisfaksion i madh është për borë. Fillimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, sepse ka qenë edhe puna e infrastrukturës. Dhe atër edhe telefonoj s'punon të mirë, atër dritat e kena pas shumë problem, biles dritat e kena pas dhe vitin që kaloi problem. Dhe tani është ba linja e reja edhe telefoni tani punon, gjithkund se dikur s'punon tas telefoni. Edhe rruga është ba asfalt, dhe dhe më thanë ka ndryshime jashtëzakonisht mëdha, por kur e kthejmë kryet mas to, bëll kena bon, po kur shohim para, thëmë s'kem ba kur gjë. Me gjitha ta, mirë është. Po unë kam qenë shumë optimist, po punove, puna vjen vetë. Vetëm o burra ti rish afër punës, edhe puna vjen s'ka ka shkon. Duke menduar që vendi jonë edhe merr frymë ma lehtë këtu, edhe në fundit çfarë do të bësh në vend tanin, vetëm nga kjo anë, po thuaj se edhe është i çik patriotike, duhet ta themi këtë,
Dhe kjo më ka lehtësu më shumë, dhe më thanë që më ka ba me harru atjehen ma kollaj. Unë kam dalë në 93, me thanë drejten. Kam dalë në Itali edhe, por kam marrë, kam dalë, kam qenë me dokumenta, kam marrë, kur nuk kam lanë, çdo vit kam marrë në Shqipëri. Atër jam njoft me gruan, atër kam shku në Gjermani, e kështu që na mu shmenja qa me ba dhe erdhem këtu me ba diçka. Me 2010 jam kthyer, përfundimisht. Atje kam jetu, vallahi, sa dush. Deri në 2010 janë goxha jetë. Unë ma fort do t'i lutësha që rinia mos me dalsh, me nejt këtu, me luftu dhe më bë pjesë e jetës, sidomos pjesë e jetës politike këtij vendi, që se nuk e kanë faj trit, por lartë është faj, nuk është poshtë të ne. Sepse ti kur marrë në shkollën, du të afrohet një punë, edhe du t'ja nis jetën. E kështu që kushtet për punën për këto me çani gjojë në këta tri që mbarojnë shkollat, universitetet këto, nuk është klime mirë për t'jetu këtu. Më vjen keq për tyne. Jeta është luftë, du të sakrifikosh për këtë. Du të rish këtu edhe si mas zanatit që ki jetë luftosh atje ku ti punon e aderon. Sepse edhe për të mirën tënde, por edhe për të mirën e njerëzve që trajtojnë, edhe për të mirën e këtij adheu, se s'kem ka shkojmë, kjo është i joni. Atje s'kena adhe, kërkun, kjo është i joni. S'kena ma. Ne na kanë vizituar shqiptar nga Gjermania, nga Amerika, nga Australia kanë ardhur, shqiptar kanë ardhur, që kanë ardhur direkt këtu. Dhe ata kur vinë knaqen. Dhe kur knaqen ata mu m'jepin ma shumë forcë se kur ajo që me punu ma shumë, edhe me kriju kushte sa ma të mira. Unë jam Xhanet. Unë jam Sherifi, të dy jemi pronarë të Hotel Magix, punojmë këtu në Valbun, rreth një trupojës dhe mirafshi.